duket se neve historia na përsëritet. Kjo faktikisht është kthimi i viteve 90-a, ku faktikisht Shkëndia për një të hudhmet një çakmaku dënoheshte me 1000 marka atëherë, dhe tani përsëri pothuajse ajo gjendje është kthy, ajo situatë në të cilën klubet shqiptare janë të diskriminuar, kështu Gostivari u tërhoq krejtësisht, kë e Ohrit ekipi Vodka edhe ai u tërhoq, pra të diskriminuar skajsisht. Neve do duhet me të vërtetë, do të thënë, të mlidhen klubet shqiptare, të mbajnë një mbledhje dhe të bëjnë vendime se çfarë do të bëjnë me ato gjë. Kjo është më e padurueshme, ajo që veçanërisht që u shpreh tani me këto dënime drakonike ndaj Shkëndijës. Si tifoze e Shkëndijës, sigurisht dhe si qytetare e Tetovës, duke se kam ndjekur Shkëndijën gjatë gjithë jetës time, është një akt i shëmtuar nga ne FFM-s, edhe pse Federata e Futbollit të Maqedonisë ka qenë organizatore e kësaj ndeshje dhe kanë dënuar Shkëndijën me mjete financiare, ku kjo sipas meje e kthen FFM-ja kthehet në kohën kur ka udhëhequr Xingo para të themi 20 viteve. Unë nuk kam koment për shkak se Shkëndija është e mësuar që të dënohet çdo herë. Siç kohën e komunizmit u dënohet, kurse nacionalizëm e identizëm ka, kurse tash mbas rithemelimit gjejnë gjëra të tjera. Për rithemelimit këndej, Shkëndija është skuadra më e dënuar në Evropë, rasti marrëm gjithë ata. Edhe nuk është çudi se na dënuan. Dënimi me të vërtetë është pa lidhje për mua, për shkak se në rast se dikush duhet të dënohet në këtë situatë, duhet të dënohet vetë Federata e Futbollit, për shkak se ata kanë qenë organizatorë të kësaj ndeshjes. Këtë gjë e bëjnë më së tepërmi për shkak se në futboll ka fut hund edhe kokë edhe kom vëmëroja politika. Edhe kur vinë vëmëroja në pushtet, ndodhin këta gjëra. Sipas dënimit është dënim shumë i lartë. Për rrethanat tona, domethënë klubet tjera kalojnë shumë me dënime më të lehta. Domethënë është dënim tepër i rreth. Përafërsisht ka dënime, a më do t'ja vle dënimi për të dënuar. Sipas asaj që thoni ju, Maqedonët ala më keq thejnë shqiptarët edhe nuk dënohen. Unë mendoj se mirën masa edhe ka pala Maqedone, që mos dënohet, do dënohet edhe kjo nëse e meriton, ama edhe ajo tjetra. Atë ne është e padrejtë. Se përket dënimeve, duket si dënimi i madh për klubin e Shkëndijës, por kompetent për ato punë është normal që Federata e Futbollit të Maqedonisë, ku kemi pa që dënime të tilla ka pasur edhe në Kosovë, ku edhe skuadra e Ferizajt është i dënuar në atë nivel, edhe Ferizaj është një vjet larg kupës së Kosovës. Njëkohësisht edhe Shkëndija është dënuar. Kjo është dënimi që kam vendosur Komisioni Disiplinor pranë FFM-s. Normal që klubi i futbollit si Shkëndija me siguri që do të bëjë ankesë dhe do të vendosin prapë Komisioni Disiplinor pranë FFM-s për dënimin që e kanë dhënë Shkëndijës.